letërsia për fëmijë gjithmonë ka mbajt afër vetës dhe kam di nevojën të shkruaj. Ne shpeshherë kemi të ngushtme disa vlerësime se nuk po lexohet. E vërtet është diçka tjetër. Lexohet, lezohet, ne atë e vrejmë edhe në shkollën, ka takimet me nxënës. Natyrisht, nëse i kthehemi pak kujtesës, edhe kujtojmë veten si nxënës në shkollë dhe në klasën ku kemi qenë, bashkë gjithë nxënësit nuk kemi lexuar libra, po kemi qenë disa, kanë qenë 3-4 vetë, 5-6 vetë, cilët janë shquar ma shumë që kanë lexuar ma shumë libra. Po dhe tash, në çdo klasë, po thuj se gjenë të tillë, edhe në shkollë, edhe sot, natyrisht, fëmijët e sotëm, nxënësit e sotëm janë të ballafaquar me shumë vlera, është një konkurrencë e madhe. Ata lexojnë edhe në telefon, lexojnë edhe në internet, lexojnë edhe në televizor, lexojnë ka pra vlera tjera që na ofrohen. Ne si shkrimtar për fëmijë përpiqemi që në atë misionin tonë që ja kemi parashtruar vetes, ti bindim fëmijët se libri është një vlerë e pazëvendësueshme, edhe vlerë mbi të gjitha vlerat e tjera për mësimin, për pajisjen e tyre me dituri. Prandaj, ku do të theksojmë rolin e librit? Disa vile e kemi të qartë se e kanë veç të ditur atë punë, e rëndom e kanë të ditur ata që kanë lexuar pak më shumë libra, sepse leximi e merr njeriu edhe natyrisht nuk mund t'i shkapet lehtë nxënësi nëse i përkushtohet leximit, sepse aty është njohja, aty është dija. Ndryshe është dija që merret nga libri, ndryshe është dija që edhe informacioni që merret nga mjetet e tjera, të cilat i kemi sot kudo. Me dekadat e tëra nuk ju keni shmangur shkrimit të poezisë në veçanti e në përgjithësi letërsisë për fëmijë. Çfarë ju ka shtyrë? Është vërtet që të fokusohej në letërsinë për fëmijë. Po, është vërtet, fillimet i kam në letërsi për fëmijë, që si nxënës i klasës 3 kam shkruar vjershën e parë. Gjatë gjithë shkollimit fillor të mesëm kam botuar krijime edhe për fëmijë, natyrisht shkollën e mesme edhe për të rritur. Por megjithatë letërsia për fëmijë gjithmonë ka mbajt afër vetës dhe kam di nevojën të shkruaj. Kam shkruar edhe tregime, por disi më mirë ndihem në poezinë për fëmijë. Kam botuar edhe libër me poezi për të rritur, por prapë poezia për fëmijë është ajo që më tërheq më shumë, edhe që dëshiroj më shumë ta shkruaj.